Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi me rrëfimin e radhës, këtë herë do të tronditeni. Kanë qenë vëlla dhe motor dhe nuk e kanë ditur dhe motra e merr vesh që e ka patur vëlla pas vdekjes së tij në moshë shumë të re. E tmerrshme. Nuk e kam menduar kur se një ditë do të ulem për të treguar historinë time. Një histori që mua më ka djegur shpirtin. Më ka thyer çdo brinjë të zemrës dhe më ka lënë zbrazët pa frymë e pa jetë. Jam rritur në një lagje të vogël ku çdo njeri dinte gjithçka për tjetrin. Por askush nuk dinte asgjë për ne. Prindërit e mi gjithmonë kanë qenë njerëz të mbyllur, të heshtur, mos ta them si të përhumbur në një mister që kurrë unë nuk e kuptoja. Kur i pyesja për të kaluarën, për familjen tonë, më thoshin vetëm mos pyet shumë. E shkuara nuk na sjell asgjë të mirë. Në atë lagje jetonte një djalë. Një djalë që e kisha frikë, e respektoja dhe e doja njëkohësisht. Ai quhej Ardit, jetonte tek shtëpia e xhaxhait të babit tim, sepse na thonin kishte pasur probleme në familje dhe kishin marrë për të arritur. E shihja çdo ditë. Më shikonte me një dhimbje të çuditshme. Sikur më njihte më mirë se sa e njihja veten. Sa herë qaja, ai shfaqej pa thirrur askush. Më sillte një çokoladë, më shëtiste në lagje, më thoshte mos u mërzit, unë jam gjithmonë këtu. Por askush nuk na linte që ne të afroheshim shumë. Nëna ime zemërohej kur ai hynte në shtëpi. Babi ulte kokën sa herë e shihte dhe unë nuk e kuptoja pse. U ritëm pranë njëri tjetrit, por gjithmonë me një mur mes nesh. Një mur që nuk e shihja por unë e ndjeja. E në çdo ditëlindjen time, Arditi më sillte dhurata. Dhe unë i çmoja më shumë se në fakt çdo gjë tjetër këto dhurata. Por nëna ime i fshihte, i diqte edhe i hidhte. Nuk e kuptoja. Në fakt edhe nuk guxoja ta pyesja. Unë e them dita kur gjithçka mbaroi, pas kësaj që po them. Një natë të ftohtë dimri, telefoni i shtëpisë ra me një zë aq të rëndë sa mu duk sikur më goditi mua në zemër. Nëna më pa, u zverdh, babai u ngrit duke u dridhur dhe thjesht tha: ka ndodhur aksident. Arditi. Fjalët ju pren, unë ngriva, unë ndjeva si kur dikush më shtyu me forcë drejt një rrugës pa kthim. Kur shkuam në spital, gjithçka ndodhi aq shpejt sa nuk arrita që të merrja frymë. Arditi, ai djalë që ritej vetëm, ai djalë që më ruante nga larg, ishte shtrirë në një shtrat të ftohtë i mbuluar me çarçaf të bardhë. E shtyva çarçafin që duart më dridheshin, pash fytyrën e tij të qetë, të bardhë dhe të ftohtë, dhe zemra mu nda në dysh. Shpërtheva në ulërim. Një ulërim që nuk e dija se e mbaja brenda për vite të tëra. Dhe në ato moment filluan të ndodhin gjërat që nuk i kisha imagjinuar kur, e vërteta që unë s'mundesha ta ndaloj. Teksa qëndroja mbi trupin e tij, nëna nisi të dridhej.
të mbahej pas murit e të mos fliste dot. Babi e kapi për krahu dhe unë i thash, "Se keni frikë? Se nuk flisni, kush ishte ai për ju?" Nëna më pa me sy të mbushur me lot edhe përshpëriti. "A ishte vllau yt." Mu drodhën këmbët, mu ersua gjithçka. Unë bajta te krevati I tij se mu duk sikur toka po më rëshqiste nga poshtë. Babi vazhdoi duke qarë si fëmijë. Ne kishim një djalë para teje, por ishim të rinj, të varfër dhe familja na e mori. E rriti vllau im. Ne menduam se po bënim më të mirën, por kur s'patëm guximin ta tregonim të vërtetën. Edhe ndaj teje dhe atij. Ju rritët pranë njëri tjetrit dhe asnjëherë nuk e mësuat këtë të vërtetë. Ndjeva sikur një frikë më shpoi zemrën. Gjithë jeta ime, gjithë kujtimet, gjithë momentet me të morën një kuptim tjetër. E kuptova pse më mbronte, pse më ndiqte nga pas, pse më shikonte me atë dhimbje të butë në sy. Ai e dinte gjithmonë, dhe unë jo. Kur shkuam për t'i parë sendet personale, infermierja më dha një zarf ku ishte shkruar për motrën time. Më ra nga dora, e hapa duke u dridhur, letra kishte vetëm një fjalë. Nuk mund të ri larg teje, edhe pse nuk mund të them kush jam. Do t'jem gjithmonë vllau yt, edhe kur të mos të jem më. Pastaj kishte vizatuar një yll të vogël, yllin që më vizatonte gjithmonë kur ishim fëmijë. Ato vizatime që nëna I fshihte çdo ditë sepse ishin të rrezikshme për të. Ajo ditë më shkatroi jetën. Qava me ditë të tëra, si isha në gjendje as të flisja. E mbaja fotografi në duar natë dhe ditë, sikur po e lusja që ai të kthehej. Kur e varosëm, unë I preka varin dhe I thash, tani e di kush ishe, por të mësova shumë, shumë vonë, dhe ky është gabimi. Dhe atë natë për herë të parë prindërit e mi më treguan çdo detaj, se kishin dhënë një foshnjë, se kishin vuajtur, se I kishin parë në fshehtësi, se kishin heshtur nga frika e paragjykimeve, varfërisë dhe familjes. Por e vërteta erdhi si një mallkim, si një flak që mua më dogji shpirtin, si një thik që s'ka për t'u shëruar kurrë. Ndaj po e tregoj këtë histori sot. Jo për t'u hak marr, jo për t'i nxjerr prindërit keq, por që askush të mos të jetoj me sekrete që të vrasin jetën, që të ndajnë fëmijët, që të shkatrojnë familjen. Dhe unë sot jetoj me një boshlik që nuk mbushet, me një vëlla që e kisha pranë gjithë jetën dhe nuk e dija, me një vëlla që më deshi në heshtje dhe iku pa u menduar të më thotë vërtetën. E vërteta më gjeti shumë vonë, dhe bashkë me të, më mori të vetmi njeri që e kam dashur pa kushte. Ky është rrëfimi I tmerrshëm I kësaj vajze, në të cilën unë dua të them, apeloj ndaj të gjithë prindërve që kanë histori të këtilla, ju lutem, tregoni fëmijëve se jeta nuk dihet, të paktën gabimi falet, gabimin e falën Zoti, po të paktën të jetojnë ato ditë të mbetura me njëri tjetrin.